Ka mungesë të stafit profesional në tregun e punës dhe mungesë të rinjve që do të marrin përsipër komunitetin e biznesit, ngre shqetësimin Ministri e Arsimit Vesna Enevska, sipas së cilës me ligjin e ri për arsimin e lartë të rinj do të përgatiten për tregun e punës. Theksoi se arsimi dual është modeli më i suksesshëm arsimor në vend. Ono što za prv put se случува во ова држава, преку новиот закон за високо образование, ние за прв пат воведуваме стручни студии од 180 кредити, магистерски студии на тие стручни студии и докторски студии на тие стручни студии. Нешто што сметаме дека многу ќе ги помогне на бизнес заедницата, затоа што предпоставувам вас ви требаат такви стручни лица и затоа што работејќи во вашите компании тие ќе успеваат да напредуваат. Kryetari i Odës Ekonomike Branko Azeski theksoi se janë në gjendje ta bëjnë lidhshmërinë që nevojitet midis bizneseve dhe stafit që mund të përfshihen në procesin e prodhimit dhe arsimit. Така да ние направивме нешто што знаевме дека можеме да го направиме, го пласиравме во јавноста како што требаше, не прифатија Министерството, особено министерката која со своето доаѓање даде силна поддршка на тие процеси и дојдовме во ситуација да разговараме за конкретни проекти, реализација и така натаму преку системот на дуално образование. Ndryshe, sipas Ministrisë së Arsimit, numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2025-2026 është 65.858, nga të cilët 43.187 janë në arsimin profesional. Pra, afërsisht 70% e nxënësve janë të regjistruar në arsimin profesional. Nga numri i nxënësve të regjistruar në arsimin profesional, 13.371 janë të regjistruar në arsimin dual, ose afërsisht 30% e numrit të përgjithshëm të nxënësve të regjistruar në arsimin profesional.